Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Dekada me radhë pa shkaktuar probleme të dukshme, kur dëmtimet bëhen të rënda ose serioze, shkaktojnë lodhje, dobësi trupore, rënje në peshë dhe konfuzion. Pra, mëlçia dhe jamosur do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedojmë me Dr. Zaim Gashin, gastroenterolog, hepatolog. Dr. Zaim Gashi, mirë se erdhe në emisionin Stetoskop. Mirë se u gjeta, faleminderit nga atësia ime. Pra, dëgjuat temën që jemi përcaktuar, po para se të flasim për mëlçinë dhe jamosur, ndoshta është mirë që të themi disa fjalë për rolin dhe funksionin e mëlçisë. Mëlçia është një prej organeve qendrore në organizëm, është edhe njëkohësisht edhe një prej organeve më të mëdha në organizëm, pesha e saj dikon është rreth 1500 gram, domethënë 1 kilogram e gjys, edhe një sasi të madhe qarkullimit të gjakut, me një qarkullim të gjakut të dyfisht, do të kisha mujt me thonë, për arsye se edhe është sistemi i cili hyn brenda në mëlçi dhe është sistemi përmes venave hepatike që del edhe drenohen në venën cava inferiore ose venën e zbrazit të poshtme, edhe në këtë mënyrë nëpër mëlçi kalon një sasi e madhe e gjakut edhe produkte të shumta, rrjedhimisht toksine të shumta dhe substancat e tjera të cilat duhet të degradohen, duhet të biotransformohen në mëlçi. Prandaj edhe nuk është e rastit që të morë parasysh shumë funksionet e mëlçisë, siç janë në metabolizmin e proteinave, albuminave, të yndyrnave, të karbohidrateve, pastaj në sistemet e tjera, për shembull të metabolizmit gjithsesi të sintezës së faktorëve të koagulimit, si quhet ajo kompleksi i protrombinës, që përfshin faktorin e 2, 5, 7, 9 dhe 10, domethënë numri i faktorëve të cilët ekskluzivisht sintetizohen në mëlçi dhe ata nën ndikimin e vitaminës K. Pra vitamina K është e domosdoshme në këtë rast për sintezën e këtyre faktorëve të koagulimit. Përveç saj, shumica borna pastaj metabolizohen në mëlçi, domethënë biotransformohen në mëlçi, dhe mëlçia është një vend, domethënë edhe i shumë produkteve, shumë reaksioneve të ndryshme të analizës, të sintezës, e të reaksioneve të tjera kimike pra që ndodhen në organizëm, kështu që nuk është e rastit që mëlçin shpeshherë e quajmë si laboratorin më të madh në organizëm, pikërisht i falenderoj numrit të madh të reaksioneve kimike të cilat kryhen në mëlçi. Pra një organ i cili kryen punë të shumta në organizëm. Është normale që pasi që kryen punë të shumta, ai të atakohet edhe nga sëmundje të ndryshme. Një ndër to është edhe mëlçia dhe jamosur. Mund të na thoni për fillim disa fjalë si manifestohet jo? Po, para se të kalojmë në këto, veç kisha dashur me theksu një çështje që është shumë e rëndësishme te mëlçia atakohet nga një numër i madh i dëmtuesve, që është i shkaktarëve patogjen të sëmundjeve të ndryshme në mëlçi, por në të njëjtën kohë është edhe një ndër organet më të riparueshme në organizëm. Por problemi është për shembull se nëse procesi patologjik vepron për një kohë të gjatë, atër mëlçia një kohë do të ketë aftësi regenerative, do të mund të regenerohen hepatocitet dhe të regenerohen dhe të kthehen në gjendjen plotësisht të rregullt e tyre. Mirë po, gjithmonë ekziston një limit kur mëlçia lodhet dhe nuk mundet më këtë ta bëj, nëse nuk trajtohet edhe nëse ndikimi i faktorit etiologjik zgjat për një kohë të gjatë, atër për fat të keq kalon në disa sëmundje që do ta shohim edhe tek kjo. Tema jonë sot me steatoza e mëlçisë, që për fat keq kalon pastaj edhe në stadiumin e fundit, që llogaritet si stadium irreversibil i sëmundjeve të mëlçisë, që quhet si ciroze mëlçisë, e cila natyrisht kalon përmes stadeve të saj të kompenzuara dhe të dekompenzuara dhe me një numër shumë të madh të komplikimeve, për fat keq të cilët janë edhe shkaktarë të vdekjeve më pas nga kjo sëmundje. Cilët janë shkaktarët kryesorë të mëlçisë? Sa i përket mëlçisë dhe jamosur, këto duhet të përmendet në radhë të parë obeziteti. Domethënë praktikisht kur një person është obez, atëherë nën kuptohet se ai veç ka hyrë në kuadër të një sindrome metabolike, domethënë të rritjes së yndyrnave, pastaj të konsumimit të gjanave të ndryshme ushqimore, të cilat përmbajnë jo vetëm yndyrë, për arsye se edhe në popull është një mendim do thosha jo ndoshta i gabuar, por një mendim jo tamam si duhet se vetëm yndyrna të shkaktojnë,
ka dhe gjëra tjera të cilat e shkaktojnë si që në ushqime tjera, por edhe pije të ndryshme, sidomos pije të cilat kanë të shtuar sheqerna. Domethënë gjithmonë kur kemi pije dhe ushqime të ndryshme të cilat janë me sheqerna të shtuar, atëherë gjithmonë është një faktor rreziku mjaft i madh. Prandaj obeziteti përmban një faktor shumë me rëndësi në vetvete për krijimin e një smundje gjithsesi të steatozës së melçisë. Nëse personi është me diabet tip 2, pra si një faktor tjetër etiologjik, gjithashtu është një faktor shumë me rëndësi dhe i cili mundet të kontribuojë në mos të madhe ekzistimit të steatozës së melçisë. Thuhet se pastaj rezistenca në insulin gjithashtu është një faktor. Nëse i kemi për shembull yndyrnat e larta qoftë kolesterolin, qoftë trigliceridet dhe në një mënyrë të posaçme trigliceridet, pra që janë më shumë kompetente për të shkaktuar steatozë të melçisë, gjithashtu ky është një faktor shumë më rëndësi i cili implikohet në steatozë dhe një sindrom të cilën e quajmë që përmendëm edhe më herët sindroma metabolike në kuadër të cilës përfshihen edhe hipertensioni, edhe diabeti, edhe hiperlipitemia, edhe obeziteti, edhe mosaktiviteti fizik, shumë gjëra të tjera, po të cilat hyjnë në kuadër të një sindrome metabolike. Por përveç të gjendjeve të cilat njihen si faktorë etiologjike, kemi edhe faktorë tjerë plotësues që mundet me qenë për shembull shtatzania dhe shtimi i peshës në shtatzani, barna të ndryshme të cilat mund të atakojnë melçin, pastaj kemi infeksione të ndryshme siç është për shembull në radhë të parë hepatiti C, por duke mos përjashtuar edhe hepatitin B, pastaj kemi edhe probleme të ndryshme gjenetike, ndërkëse si faktor rreziku shumë më rëndësi është alkooli. E tash, sa i përket alkoolit, tash pak gjanat munda në atë dëmtimin alkoolik të melçisë dhe dëmtimin steatotik, domethënë yndyror të melçisë, mirë po duhet të dimë se këto në shumë raste shkojnë si faktorë të përbashkët, domethënë shkojnë në një simbiozë dhe ndihmojnë njëra tjetrën me faktorë të tjerë pra për të shkaktuar këtë problem. Alkoholi zakonisht për shembull nëse përdoret te mashkujt 40 deri në 80 gram për 24 orë, ndërkëse te femrat 20 deri në 40 gram për 24 orë, pra te femrat mundet me shkaktu pra një melçi alkoolike, pra një smundje alkoolike të melçisë, ALD që quhet shkurt. Mirë po, është më rëndësi doza, është shumë më rëndësi doza, por është shumë më rëndësi edhe kohëzgjatja e marrjes së tyre. Për shembull, nëse personi merr një herë në 2-3 javë ose një herë në muaj këtë sasi të alkoolit, nuk do të thotë që ka marrë gjithsesi të një smundje alkoolike ose e bashkëshoruar edhe me smundje steatotike të melçisë. Prandaj duhet kemi kujdes jo vetëm në dozën, jo vetëm në gjatësinë, por edhe në koncentrimin e alkoolit, i cili është për shembull alkoolit kanë përqindje të ndryshme të forcisë tyre. Mosha është një faktor shumë më rëndësi. Me kalimin e moshës edhe biotransformimi i substancave të ndryshme siç dihet edhe alkooli edhe shumë substanca ndryshme që e përmenda më parë biotransformohen në melçi, prandaj mundësia biotransformuese edhe e barnave të ndryshme, edhe alkoolit, edhe e yndyrnave dhe shumë gjëra të tjera ushqimore kryhet në melçi. Prandaj ti e marr parasysh këtë faktor, atëherë del që mosha po na paraqitet si faktor rreziku i shumë smundjeve të tjera, jo vetëm i smundjes steatotike të melçisë edhe i smundjes alkoolike të melçisë, por edhe i smundjeve të tjera. Të një femër për shembull që ka një sindrom të policistike të ovarit, domethënë që ka shumë cista në vezore, gjithashtu mund ta predisponojë për një melçi steatotike. Pastaj i kemi ato pengesat të cilat janë në gjumë me ato që ne i quajmë obstructive sleep apnea, domethënë një mungesë e frymëmarrjes, për një kohë në fazën e gjumit, domethënë ato janë faktor rreziku për zhvillimin. Pastaj nuk duhet të harrojë se shumica njerëzve preferojnë për shkak që të humbin shpejt në peshë kur dobësohen. Po ai është një faktor rreziku se humbja e shpejtë për shkak të katabolizmit të substancave të ndryshme të cilat më vonë kanë aftësi për mu shndrru në lipide dhe për mu depozitu në melçi, ato pastaj
ato pasaj domthon e rrisin rrezikun e yndyrosjes së mëlçisë. Doktor, si mund ta kuptoj një person se kemi të bëjmë me mëlçi diamosu, ende pa bërë ndonjë vizitë tek mjeku? Kështu, zakonisht për shembull persona të cilët kanë një konstitucion të tillë që janë obez, të cilët janë obez dhe të cilët kanë një lodhje të shpejtë në aktivitete fizike, të cilët pastaj e ndijnë një formë të gromësirës, të fryrjes epigastrike, pastaj kanë një ndjenjë jo të dhimbjes së fortë, por një ndjenjë jo të mirë, një diskomfort në harkun brinjor të majt, e gjithashtu thash se kanë peshë dhe nuk kanë aktivitet, ushqimi i tyre nuk është si duhet edhe vetë janë të vetëdijshëm që janë të bëjnë pingarkesë me produkte të ndryshme ushqimore të cilet mund të quhen edhe me pije të ndryshme si ceka, sidomos ato të cilet janë me sheqer të shtuar. Mirë po, të gjitha ato janë gjëra të cilet munden me na qunë ka dyshimi ose që e kupton për shembull një person që mundet me pas mëlçi të yndyrosur, por pastaj vjen faza e diagnostifikimit. A luan rol gjinia këtu apo njësoj janë të goditur? Njësoj janë të goditur, por thuhet se për shembull njësoj janë të goditur, domthon parasysh se veç më rëndësi është ekzistimi i faktorëve, nga ndonjëherë më tepër ndoshta pak mundet me shku edhe ka gjinia femërore, kur ti e ditë për shembull edhe ciklet të ndryshme, zhvillimit të ndryshme hormonale që mund të shkaktojnë këto të lashe, mirë po më rëndësi është ndikimi i këtyre faktorëve të cilët po shkaktojnë diagnosin e mëlçisë. Dhe kur jemi te diagnostifikimi si bëhet? Është i vështirë të bëhet diagnostikimi në radhë të parë, gjithmonë që unë e cekë në çfarë do emisioni që jam e cekë se e para që nuk guxojmë ta na shkalojmë kurse si është anamneza, pra marrja të dhënave për një smundje të mëlçisë, për shembull për një smundje para ekzistuese të mëlçisë, pastaj e kemi përdorimin për shembull dhëna për përdorimin e alkoolit. Na e marrin dhëna se personi është i përdorur për shembull siç e cekëm ato dozat 40 deri në 80 gram për 24 orë për një ditore për një kohë të gjatë. Atëherë ajo është veç një faktor, domethënë na kemi një faktor anamnestik shumë më rëndësishëm që po shkon drejtim të një statoze të mëlçisë ose të një dëmtimi alkoolik të mëlçisë. Pastaj janë edhe dhënat për shembull për marrjen e barnave të ndryshme, siç është për shembull amiodaroni, një substancë që ndikon në rregullimin e ritmit të zemrës dhe shumë substanca të tjera. Pastaj vazhdojmë atë fazën e dytë, që ne e kemi gjithsesi atë linjën e dytë të ekzaminimit fizikal, ku na konstatojmë një mëlçi lehtë të zmadhuar e deri ndoshta në proporcionet më të mëdha. Por normalisht të gjitha këto pastaj plotësohen me dhëna laboratorike, ku na i marrim të gjitha ato analizat që kanë të bëjnë me mëlçin, do të fillu prej këtyre rutinore, pastaj shkojmë edhe në marrjen e analiza si janë transaminazat, ato që ne i quajmë ALT dhe AST, kur në rastet për shembull kur e kemi dëmtimin statotik të mëlçisë, do të kemi rritje të tyre e në mënyrë të veçantë të rritjes së ALT-s. Domethënë ky enzim është i rritur. Po janë të dyja të rritur, po ky dish është para edhe proporcioni i tyre zakonisht është dikon 2:1 në favor të ALT-s. Pastaj përveç kësaj, pacienti udhëzohet që ta bëjë një eho të abdomenit. Në atë eho të abdomenit ne do të shohim se mëlçia është e zmadhuar dhe se mëlçia është e ngarkuar me yndyr, kur do të kemi atë pamjen karakteristike të yndyrosjes së mëlçisë dhe se lobi i majt i mëlçisë fillon prej imprehtsisë se ka të bëj pak një farë topitje të tepët të mëlçisë që na çon ka steatoza e mëlçisë. Pastaj na do të vazhdojmë më të tjerë për më skeru, domethënë edhe patologji të tjera ekzistuese, domethënë ka patologji tjera dhe këto bëjmë CT-n ose rezonancën e abdomenit. Ndërkaq, një diçka që është shumë e rëndësishme në këtë rast është përcjellja përmes elastografisë së mëlçisë. Elastografia është një metodë e cila përcakton se në indjen e mëlçisë, e cila përpara u dihet se të diagnoza kemi dominimin e indyena, do të thonë intrahepatocite, do të thonë brenda në hepatocite, prandaj që ajo yndyrosje tepruar e mëlçisë na tham se deri dikur vazhdon regenerimi, vazhdon domethënë edhe funksioni krejt, por në një moment çrregullohet sistemi dhe vjen deri te
vjen dete kur organizmi nuk mundet me bën regenerimin e hepatociteve, atëherë vjen dete proliferimi i indit lidhor, gjë që pastaj gjendja përkeqësohet, për arsye se kur kemi proliferim të indit lidhor dhe kemi fillimin e fibrozës së krejt, për fat keq e cila pastaj progredon edhe një fibrozë më të madhe, fibrozë të generalizuar të mëlçisë, gjonat më nuk mund të kthehen mbrapa. Do të thotë janë pakthyeshme. Janë të pakthyeshme, do të thonë janë irreversibile, të pakthyeshme, por zakonisht këto janë faza terminale, do të thonë fazat e fundit të shumë smundjeve të mëlçisë që pastaj nuk kthehen. Por ajo që është më sublime në këtë aspekt të diagnozës është biopsia e mëlçisë. Domthonë kur bëhet një biopsi e mëlçisë kuptohet me kushtet paraprake nëse testet e hemostazës, trombocitet e tjera, të gjitha këto analiza rezultojnë në rregull, atëherë ne i qasemi biopsisë e mëlçisë edhe kemi pra në këtë rast biopsinë definitive, a kemi vetëm ndërrime steatotike apo procesi është i shku ka fibroza e mëlçisë dhe gjendje tjera bashkëshortëse. Para se të flasim për trajtimin, në çfarë faze duhet kërkuar ndihmën e mjekut? Ai respektojnë afatet? Smundjet disa raste nuk respektohen, mirë po zakonisht jo vetëm parimi kryesor, prevenimi shumë smundjeve është shumë më pak i kushtueshëm dhe shumë më efektiv se sa trajtimi i gjendjes. Prandaj edhe këtu sa më herët që personi lajmërohet, sa më herët që fillon trajtimi, sa më herët që fillon modifikimi i jetës, edhe i stilit jetës, po edhe i stilit të ushqimit që natyrisht do t'i cekim edhe në trajtim, atëherë domethënë edhe shancat janë më të mëdha. Si bëhet trajtimi këtyre smundjeve? Trajtimi tash zakonisht nuk ka trajtim më të mirë në mjeksi se sa trajtimi etiologjik. Domethënë trajtim në bazë të shkakut. Nëse për shkak na konstatojmë se mëlçia që ka një faktor rreziku të personit, na duhet të insistojmë që po mendoj alkooli që ka një faktor rreziku për këtë smundje të mëlçisë, atëherë na duhet të insistojmë që të ndalet alkooli, domethënë shumë e thjeshta, po. Pastaj, nëse për shkak na jemi duke përdorur barna të cilat probabilisht mund të shkaktojnë probleme të mëlçisë, qoftë në formë të steatozës apo dëmtimet e tjera toksike të mëlçisë, atëherë ato barna na duhet të zëvendësojmë barna të tjera të cilat nuk e kanë këtë efekt. Një diçka që është shumë e rëndësishme është humbja e peshës. Për arsye se sot është lloj rregulli përgjithshëm në kuadër të sindromës metabolike që thuhet se te personi ndoshta nuk është më rëndësi se te ai ka dal glikemia e nol, po është obez, po ai person është predisponuar për diabet, herdokurda. Domethënë gjanat hynë në kuadër të sindromës metabolike dhe mund të përkeqësohen. Dieta pastaj është një diçka shumë më rëndësishme. Unë që insistoj, domethënë përveç ushqimit që përmban më pak yndyrna, edhe sidomos yndyrnat e ngopura, të cilat janë mjaft të rrezikshme për organizmin e krejt, është shumë rëndësi edhe të ushqimet të ndryshme, qoftë të embëlsirat, qoftë të pijet të ndryshme të cilat kanë sasi të mëdha të sheqerit që t'i shmangin ato. Kjo është krejt e kuptueshme, për arsye se pijet në këtë rast përmbajnë një sheqer, ndër sheqerat të ndryshme përmbajnë edhe fruktozën. Fruktoza në krahasim me glukozën. Glukoza hyn drejt përzejtjes në qarkullim të gjakut dhe shërben për nevoja energjetike, pra një rritje e vogël e glikemisë shtohet insulina edhe bën rregullimin e nivelit duke shfrytzuar glukozën. Mirë po, fruktoza ka një tjetër rrugë. Fruktoza në organizëm, domethënë pikërisht në mëlçi, ajo metabolizohet dhe prej saj domethënë krijohen substanca yndyrnat, domethënë metabolizohet në yndyrna që janë shumë të rrezikshme një, edhe e dyta në acid urik. Acidi urik në këto raste, gjatë kalimit të tij nëpër veshkë dhe nëpër sisteme të organeve të tjera, por edhe nëpër nyje mund shkaktojë probleme metabolike. Për shembull në nivel të gishtit të madh të këmbës, pra në fallangën e gishtit të madh të këmbës mund shkaktojë të quajtur artriti urik, giht ose podagra që quhet ndryshe. Dhe kjo fruktozë pra është metabolizuar dhe është shndruar në një yndyrë e cila yndyrë shumë lehtë deponohet pastaj në mëlçi dhe ky është shkaku për shkak se këto në persona pse duhet t'ju ndalohen pijet e ëmbla.
për shembull mund shfrytëzohet uji është produkti më i mirë për këtë raste, po mund shfrytëzohen për shembull deri diku edhe pije të cilat nuk përmbajnë sheqer të shtuar. Ato i kemi pa dhe i kemi në tregje në vend se të përdoren pijet me sheqer të shtuar, siç janë për shembull Coca-Cola, Pepsi, Fanta e pijet të tjera. Pastaj është shumë e rëndësishme që të mos vjen deri te dëmtimi i melçisë, vaksinimi. Nëse kur i kem vaksinime kundër hepatitit A dhe kundër hepatitit B, pse mos bëhet vaksinimi? Pse mos bëhet vaksinimi? Vaksinimi bëhet për shkak ato grupe të cilat janë vendin e punës apo janë më të predisponuar për shkak hepatiti A gjatë epidemive të ndryshme, pandemive të ndryshme të hepatitit A në raste të ndryshme, në katastrofa të ndryshme natyrore të tjera, kur kemi edhe kontaminimin në ujë dhe gjërave të tjera, hepatitin B për shembull, por fatkeqësisht për hepatitin C akoma nuk ka ndonjë vaksinë, mirë po këto që janë edhe duhet të shfrytëzohen. Pastaj, nëse për shembull personi përveç saj i bën normal edhe hepatoprotektiv të ndryshëm, hepatoprotektiv për ata të cilët ndihmojnë në regjenerimin e qelizave të melçisë, domethënë metabolizmin e qelizave të melçisë, edhe kanë një rëndësi jashtëzakonisht të madhe në këtë fazë për regjenerim. Mirë, por nëse për shkak ka ardhur deri te komplikimet e cirrozës, atëherë praktikisht na duhet merremi me komplikimet e cirrozës, me hipertension portal, me splenomegali, me komplikime tjera, siç është për shembull encefalopatia hepatike dhe shumë komplikime tjera, atëherë na praktikisht i trajtojmë komplikimet, se tash për gjëra tjera preventive, normal, prevenca duhet vazhdoj ton jetën. Mirë, po pak kohë dobi për aty në gjëra, për arsye se dëmtimet kanë ardhur deri në atë nivel që tash na më shumë po mirrejmë me komplikime se sa vonë kur fillojnë me komplikime. Vonë, po. Vitamina E pastaj preferohet, mirë, po edhe këtu pak me një rëndësi të madhe për arsye se thuhet se vitamina E deri diku është si antioksidant, mirë po nëse përdoren doza të mëdha për një kohë të gjatë, pastaj edhe kjo vetë është, domethënë, shkaktare disa problemeve në organizëm. Pra siç e cekëm edhe më herët, dietë i ndyen atë sa më pak, kalori sa më pak, pra ja përmes marrjes së karbohidrateve që e cekëm më herët, fibra sa më shumë. Pra arsye se fibrat nganjëherë edhe në traktin digestiv pengojnë edhe absorbimin e disa substanca siç janë për shembull ndyenat dhe të tjera, dhe si të tillë domethënë e lirojnë organizmin sadokudo prej. Natriumi natyrisht se duhet, marrja e natriumit duhet ulet, gjithashtu edhe këto karbohidratet që janë të rafinuara, gjithashtu pra duhet ulet konsumimi i tyre. Domethënë, këto janë në përgjithësi ato të cilat na i preferojmë të marrja, gjithsesi të prevenimi edhe trajtimi i më vonshëm atëherë kur ka ndodhur sipas. Doktor, kemi hyrë minutat e fundit të emisionit dhe për fund zakonisht lusim që ta jepni mesazhin tuaj për dëgjuesit e Radio Kosovës. Po, unë bëj një thirrje normal, nuk bëj me bë thirrje që njerëz të kushtojnë rëndësi vetëm melçisë, do t'ju kushtojnë rëndësi edhe organeve të tjera. Mirë, po kur jam të fol për melçi, atëherë një jetë e cila përmban një stil të ushqimit që duhet, një stil të jetës siç duhet, me një marrje të kontrolluar të barna, me një dietë të mirë, domethënë ndaj atyre ushqimeve që i përmendëm, edhe eventualisht për shembull sipas vendeve të punës së kajt në vaksinime të ndryshme që duhet të bëhen, për shembull nëse je person i rrezikuar prej hepatitit B, atëherë jenë në vendin e punës, domethënë që je rrezikuar, pse të mos vaksinohesh me vaksinë kundër hepatitit B. Hajde, po vaksinën kundër hepatitit C nuk e kem, po pse mos vaksinohesh me to. Prandaj këtu do të ishin ato kryesore, natyrisht që të jenë edhe kontrollat e rregullta, normal me marrje të rregull terapisë, me një dietë të caktuar, për arsye se dieta është ai elementi kryesor. Diçka që ju kisha preferuar njerëzve të cilët veç kanë për shembull një melçi yndyrose, kanë filluar një shkallë, është shumë e rëndësishme aktiviteti fizik. Preferohet të këta persona që të kenë një ecje pak më të shpejtë, domethënë një fast ecje, natyrisht nëse lejon sistemi kardiovaskulare krejt, që na mund të thoj personit që ecë sa të mundesh krejt, po mas 100 metra 200 ai pson infarkt.
Mirë po që të kemi ato gradualisht do më të shtume dhe parashihet që 5 herë në javë nga 30 minuta pra të zhvilloj një ecje të shpejt, për arsye se kjo është një prej metodave e cila bukur mirë e pastron mëlçin prej yndyrnave. Dhe jo vetëm mëlçin, por edhe për smundje të tjera. Dhe organizmin tjetër, po na jem të fol tash për mëlçin. Edhe në anën tjetër për shembull dhe ecja dihet është më rëndësi edhe për sistemet e organeve të tjera. Prandaj preferohet që të bëhet 5 herë në javë nga 30 minuta, por me një dietë strikte, rigoroze, që njerëzit të ndryshojnë ato stilet e të ushqyrit, të ndryshojnë domethënë ato zakonet e tyre në ushqyrit që truhen domethënë prej të gjitha këtyre gjëra të cilat e përmendëm më herët. Doktor Zejn Gashi, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e misionit Stetoskop. Unë ju falenderoj për këto intervista, unë jam i hapur ndaj juve, jam i hapur të jap këshilla njerëzve, domethënë për probleme të ndryshme shëndetësore, ato kemi edhe mision dhe çdo kohë jeni të mirëseardhur për këshillat e mia ndaj juve, për juve dhe për këtë auditorin i cili na dëgjon. Faleminderit shumë. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm Stetoskop. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe me tutje në valët e programit tonë.